shkonte regjimi i kaluar nga ky regjim. Në regjimin e kaluar, gardët, ndërsa në këtë regjim, gardët dhe kufin muret na pengojnë. Kanë vendosur gardët dhe muret çdo hapësirë. Koshit trojës shqiptare, sepse koshit pasunin kombëtare, me naftë, me krop, me bakër, e me gjithçka, sepse naftën e marrin më shtrejt se nuk do tjetër, sepse Terit e projektet politike, ndaj i kërkojmë falje se cilin që duhet të qojnë qdo fjallë. Jam me sjush në këtë betejë kundër një pushteti që ka marrë frymën.